Më të nxehta të përplasjes globale, vendimi i Shteteve të Bashkuara për të vendosur blokad ndaj porteve iraniane shënon një fazë të re dhe të rrezikshme të krizës. Ngushtica e Hormuzit, arteria jetike e ekonomisë botërore, është sot në qendër të një përballjeje ku përplasen presioni, fuqia dhe interesi strategjik. Në këtë klim, çdo lëvizje ka peshën e një dominoje që mund të rrëzojë ekuilibrat ndërkombëtar. Çmimet e naftës rriten, flotat ushtarake afrohen dhe diplomacia duket gjithnjë më e kufizuar pas dështimit të bisedimeve në Pakistan. Shkëndijat e luftës ndërkohë po djegin edhe vende të tjera. Turqia dhe Izraeli janë përfshirë në një betejë deklaratash që rrezikon të kthehet nga fjalët tek veprat, pikërisht për të analizuar situatën aktuale dhe çfarë po ndodh me krizën në lindjen e mesme. Na ndihmon Egon Loli. Egon, të përshëndes, të falenderoj që na bashkohesh online. Jo, të përshëndes dhe unë ty dhe falenderoj për ftesën. Do ta nis me një herë nga zhvillimi i fundit që është blokada amerikane në gjirin e Hormuzit, në ngushticën e Hormuzit. A është kjo blokadë një masë parandaluese për stabilitet apo një hap drejt përshkallëzimit të konfliktit, e cila mbase do t'i çojë palët drejt një lufte trup më trup për kontrollin e Hormuzit? Sipas të gjitha gjasave dhe sipas analizave ndërkombëtare, më të besueshme është ky skenari i dytë. Pra, edhe parashikohej, nuk është se pritej ndonjë rezultat i matshëm apo i kënaqshëm nga negociatat që u bën në Serena Hotel në Islamabad të Pakistanit midis delegacionit amerikan dhe atij iranian, për më tepër kur edhe propozimet e të dyja palëve po të shihje 15 pikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 10 pikat e Iranit kishin divergjenca mjaft të mëdha, të cilat zorse mund pajtoheshin. Ndërkaq që nëse do ta zgjeroja pak analizën, do të thoja që kjo është një situatë tepër e vështirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për presidentin Trump, edhe sa më shumë kalojnë ditët dhe sa më tepër ai vijon të gjendet në këtë konflikt, aq më e vështirë bëhet që administrata Trump të dalë me një sukses të matshëm edhe përfundimtar nga ky konflikt. Sipas analizave të cilave unë u referohem shpesh, duket se presidenti Trump gjendet midis dy alternativave, njëra më e kushtueshme se tjetra, të cilat janë ose një sulm në terren, me ushtar në terren, po themi që mundësitë e të cilit janë për të diskutuar në cilën pjesë dhe në ç'më mënyrë, dhe nga ana tjetër ose një tërheqje e cila do t'i kushtonte gjithashtu Shteteve të Bashkuara të Amerikës pozicionimin e Iranit si vendi kryesor në lindjen e mesme ose të paktën në gjirin persik. Janë të dyja alternativa mjaft të kushtueshme dhe mjaft të parehatshme për presidentin Trump. Unë mendoj që do donte të tërhiqej në këtë moment nga ky konflikt, por i cili nuk mundet ta bëj këtë sepse është dikush tjetër aty që e mban konfliktin të ndezur dhe që është pikërisht shteti i Izraelit. Ne kemi parë deklaratat edhe mënyrën se si armbushimi i shpallur ditën e martë në mbrëmje u prish menjëherë vetëm pas 2 orësh me vijimin e sulmeve të Izraelit në Liban dhe me deklaratat e klasës politike të Izraelit. Kështu që situatën në të cilën administrata e presidentit Trump gjendet tani, vetëm sa po e faktorizon më tej Iranin. Është për të përmendur edhe diçka tjetër. Për sa kohë që në tryezën e negociatave u diskutua mbi një kusht të vendosur nga Irani, do të thotë që Irani ishte në avantazh, pra bëhet fjalë për ngushticën e Hormuzit. Dhe për sa kohë që masa e ndërmarrë dhe hyrë në fuqi sot në orën 4 pasdite me orën tonë dhe në 10 paradite me orën e Washingtonit, siç u paralajmërua nga presidenti Trump, pra blokada e plotë të gjitha anijeve që do të bëjnë me Iranin, i vendos
jo vetëm fqinjet e Gjirit, por edhe vendet e tjera jashtë Gjirit Persik, të cilat janë të varura në mënyrë jetike nga burimet energjetike të Gjirit Persik, në një pozitë më të afërt me Iranin dhe në një pozitë konfliktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe është pikërisht kjo që e faktorizon Iranin drejt një shteti që tashmë vendos kushtet e negocimit jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por e të Gjirit Persik dhe sidomos që menaxhon politikat energjetike të Gjirit Persik. Po. Ne mund ta diskutojmë më vonë, unë po pres edhe pyetjet tuaja. Megjithatë, Egon, duke qëndruar pikërisht te kjo pikë e rëndësishme energjetike për tregun global, ku kalon 20% e karburantit në ngushticën e Hormuzit, Amerika po përpiqet që t'i tregoj Iranit ndoshta një supremaci detare për ta thyer në negociata dhe ndoshta për ta bërë të provoj një pjesë asaj që i ka bërë botës me bllokimin e ngushticës së Hormuzit që në ditët e para të shpërthimit të konfliktit, por të gjithë pyesin tani është legjitime kjo lëvizje në këndvështrimin e së drejtës ndërkombëtare, pra kjo bllokadë. Sigurisht as ajo që bën Irani, as kjo që po bën në kundërpërgjigje administrata Trump nuk është e ligjshme dhe legjitime, sepse ai është i korridor i cili funksionon me energji, me ushqime, me plehra kimike dhe me produkte të tjera pjesën më të madhe të botës. Dhe për më tepër nuk mundet që ti të vendosësh të tregosh arbitrar dhe të vendosësh forcën tënde në bllokimin e një rruge detare kalimi. Por siç besoj presidenti Trump e di shumë mirë prej këshilltarëve të vet, ka humbur tashmë supremacia e luftës në det. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme për të përmendur. Këto janë disa mësime shumë të vëra të luftës që administrata Trump do duhej t'i kishte marrë. Dhe shembulli që e ilustron këtë që unë po them është kjo blokadë përveç se do të krijojë një farë animoziteti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa prej fuqive industriale më të mëdha të botës që gjenden në Azi dhe që furnizohen me naftë prej Iranit, nga ana tjetër në thelb përveç konfliktit dhe konfliktualitetit politik nuk është se do të ketë një efektivitet për arsye se së pari, bazat amerikane në Gjirin Persik nuk janë më në funksionin e tyre të plot, një pjesë e tyre dhe personelit i gjendet të to është tërhequr, dhe nga ana tjetër, pozicionet amerikane të cilat kanë një farë efektiviteti dhe vazhdojnë sulmin ndaj Iranit dhe që do të kryejnë këtë blokadë, janë anijet aeroplanmbajtëse, fregatat dhe anijet e tjera ushtarake amerikane, të cilat gjenden më shumë se dhe jo më afër pra se 1000 milje larg ngushticës së Hormuzit. Pra është mjaft e vështirë që në distanca të tilla ti të kesh efektivitet në zbatimin dhe në ekzekutimin e kësaj mase. Kjo tregon edhe një herë përveç mungesës së strategjisë afatgjatë të hyrjes administratës amerikane në këtë konflikt, tregon edhe qorsokakun ku gjenden pas daljes pa sukses nga negociatat e Islamabadit. Por çfarë synon realisht Amerika? Presion për marrëveshje apo ndryshim të balancave në rajon? Ti përmende pak më herët edhe rolin e Izraelit, paktën në këtë konflikt apo nxitjen që i ka bërë vazhdimisht, jo vetëm në shpërthimin e luftës me 28 shkurt kundër Iranit, por vazhdimisht që i ka treguar Amerikës që aktori i keq në lindjen e mesme, ai që destabilizon dhe kërcënon ekzistencën e Izraelit ishte pikërisht Irani dhe paktën gjatë ditës së sotme ka qenë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu që ka paralajmëruar që ky armpushtim 2 javor mund të përfundojë më shpejt se afati i vendosur nga presidenti Donald Trump dhe në komentet e tij të fundit vetë Trump ka theksuar që në rast se dështon që të arrihet një marrëveshje mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit,
është më mirë që Irani mos ta di se çfarë e pret. Çfarë sinjalizon kjo? Unë mendoj që kartat e presidentit Trump janë shumë të kufizuara, janë shumë të limituara. Presidenti Trump po e përsëris edhe një herë gjendet midis dy opsioneve dhe do ta përmend edhe një të tretë pak më vonë, pra midis opsionit të një tërheqjeje taktike dhe opsionit të boots on ground, pra të ndërhyrjes ushtarake në teren. Ajo që duket se do të prevalojë është pikërisht boots on ground. Ne kemi parë që janë afruar në zonë mjaft anije të tjera, është afruar aeroplanmbajtësia George Bush, një tjetër anije madhe aeroplanmbajtësia Tripoli, janë afruar mbi 6.000 marinsa, trupa amfibe, parashutist, pra po shkohet drejt një skenari të ndërhyrjes në një pjesë të Iranit, ndoshta në zonën ku gjenden edhe rezervat më të mëdha hidrokarbureve të Iranit. Ishulli Karg në fakt është thjesht terminali i portit prej nga nisën anijet, por edhe në pjesë të tjera që gjenden më pranë asaj që është North Pars, fusha gazmbajtëse, të cilën Irani e ndan me Katarin. Pra, është një vije gjatë bregdetare e Iranit, në të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke studiuar mundësitë e një ndërhyrjeje, që gjithsesi ngelet shumë e vështirë dhe gjithë analistët thonë që mundësia e një suksesi afatgjatë të kësaj ndërhyrje është jo realiste. Për shkaqe gjeografike, demografike e të tjerë. Nga ana tjetër, kemi edhe Izraelin, i cili është i interesuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vijojnë dhe ta mbështesin në këtë konflikt, për gjitha arsyet që ne mund t'i kemi analizuar, siç është rreziku ekzistencial që Irani përbën ndaj Izraelit tashmë pas nisjes këtij konflikti dhe garancitë e munguara se nuk do të vijojë sulmin me raketa ndaj Izraelit në një rast eventual tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe për shkak se në një mënyrë ose një mënyrë tjetër qeveria e Netanyahut mundet që ta shantazhojë, pra i ka kartat në dorë që ta shantazhojë administratën Trump. Ajo që ndoshta administrata Trump do duhet bënte, dhe ky është skenari i tretë që thash pak më herët se do ta përmendja, është mundësia e limitimit të veprimeve taktike të Izraelit. Pra, Shtetet e Bashkuara janë sot i vetmi shtet që mundet të kufizojë Izraelin, pra të ushtrojë presion mbi Tel Avivin përmes formave të ndryshme të ligjeve të Kongresit, të mekanizmave të tjerë që ka në dispozicion Amerika, në mënyrë që administrata Trump dhe Washingtoni të vendoset në pozitën e gjyqtarit midis Izraelit dhe Iranit, sepse një nga arsyet, dhe e ka përmendur edhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi, një nga arsyet pse pala iraniane është shumë skeptike ndaj mundësisë së një marrëveshjeje dhe të një anëpushimi të qëndrueshëm, vjen për shkak se nuk e sheh Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ndërmjetës ose si të barës larguar nga të dy palët, nga Irani pra dhe nga Izraeli. Por i sheh, ashtu si Shtetet e Bashkuara janë sjellë deri në këtë moment, palë me Izraelin. Nëse Shtetet e Bashkuara do të munden që së pari për shembull ta kufizojnë Izraelin duke prodhuar një ligj që do të hiqte ndihmën vjetore prej 13 miliard dollarësh, kryesisht ushtarake, deri në fund të mandatit të Trump, po sjellim një shembull hipotetik, kjo do të ishte një mundësi për ta limituar aftësinë taktike të Izraelit. Kjo do të ishte një mundësi që Shtetet e Bashkuara të vendoseshin në pozicionin e ndërmjetësit në lindjen e mesme, pa rrezikuar as boots on ground, pa rrezikuar as një tërheqje të turpshme, duke i lënë, po themi, gjirin persik Iranit në dorë, dhe nga ana tjetër duke patur dhe duke garantuar sigurinë e Izraelit nga ana tjetër. Pra ky është një skenari tretë që mund të jetë në diskutim. Tani kjo varet nga
sa administrata Trump së pari është e lobueshme dhe e shantazhueshme. Unë do doja të thoja që... Okej, sa i përket negociatave, faktikisht doja që të rikthesh edhe një herë që u mbajtën në Pakistan dhe që në fund dështuan. Nën presidenti amerikan J.D. Vance tha se për shumë pika palët rënë dakord përveç pikës bërthamore. Pse Irani nuk pranon që të heqë dorë nga ambicia për të pasur një armë nukleare, pavarësisht se justifikimi apo arsyetimi i palës iraniane për dështimin e bisedimeve ishte një tjetër ku sipas tyre apo sipas Abbas Araghchi ishin amerikanët që ndërruan pikat e dakorduara më përpara apo të hedhura në letër mes të dyja palëve. Shiko, aty u përmend që edhe u arrit një marrëveshje, po themi, për të liruar disa asete të Iranit të bllokuara në Katar, po pastaj u hodh poshtë nga zëra brenda shtëpisë bardh. Pikat janë, unë mendoj që janë një arsye për të ulur në tavolinë, po gjithçka substanciale do të diskutohej pastaj mbi bazën e besimit që palët kanë te njëra tjetra, jo thjesht mbi bazën e 10 apo 15 pikave në tryez. Çështja qëndron se Irani mundet të deklarojë që nuk do të pasurojë uraniumin në masën e prodhimit të armës bërthamore dhe do të lejojë, po them, inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore që të marrin pjesën tjetër të uraniumit, apo të inspektojë në mënyrë të rregullt dhe të prodhojë raporte në mënyrë të rregullt, por problemi qëndron kur ti nuk ke besim që pala tjetër do të bëj këtë gjë pavarësisht se deklaron. Çdo marrëveshje mbi terma konkret është e pamundur. Është çështje besimi në thelb. Nuk është çështje kontrate apo pikash ku ne biem dakord me njëri tjetrin. Dhe ky besim qartëzi mungon midis palëve. Dhe të paktën unë shoh një hap pozitiv nga ana e administratës Trump dhe një për ta përfunduar këtë konflikt me shfaqjen e zëvendës presidentit J.D. Vance si drejtuesi i ekipit negociator, jo vetëm thjesht me shfaqjen e tij aty, po me të gjithë hapësirën mediatike që presidenti J.D. Vance po merr ditët e fundit përkundër minimizimit të hapësirës mediatike që ka ndodhur me eksponentë të tjerë të rëndësishëm të administratës Trump, si me sekretarin e shtetit Marco Rubio apo me sekretarin e luftës Pete Hegseth. Pra mua më lut kuptoj që presidenti Trump në thelb dëshiron që ky konflikt të mbyllet, por e ka shumë të vështirë të restaurojë besimin mes palëve, ku ende ai shihet si pjesë e këtij konflikti dhe nuk e ka shumë të vështirë që ta ripozicionojë veten si ndërmjetës duke ruajtur edhe balancat e fuqive në lindjen e mesme dhe ngjyrin persik, por edhe interesat amerikane. Mos harrojmë që janë dëmtuar shumë interesat amerikane dhe marrëdhënia midis aleatëve të gjirit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke parë mungesën e efektivitetit të taktik të bazave amerikane për të mbrojtur vendet e gjirit, duke parë faktin që tashmë vija e frontit, aty ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është 1000 milje larg gjirit persik dhe Iranit, kjo krijon një atmosferë mosbesimi dhe dashur pa dashur. Diçka që ndoshta këtu në mediat tona nuk është se thuhet, ndoshta edhe për çështje burimesh nga e marrin informacionin, por ka përpjekje për të krijuar marrëdhënie dhe për të restauruar marrëdhëniet midis disa vendeve të gjirit dhe vetë Iranit. Nga ana tjetër, po e përsëris edhe një herë, bllokimi që Irani i ka bërë gjirit persik praktikisht ka sjell në kontrollin që ai mund të ketë mbi 20% të naftës së botës. Duke pozicionuar atë dashur pa dashur si faktorin kyç të lindjes mesme në këtë moment, pa dëshirë, por prej rrethanave që erdhën të tilla për shkak të mungesës së vizionit strategjik amerikan të këtij sulmi. Mos harrojmë që 20% të naftës që e kontrollon Irani, plus 11% të naftës
që e kontrollon Rusia, dhe Rusia dihet që është aleate e Iranit, së bashku me fuqinë industriale të jashtëzakonshme të Kinës dhe Indis, krijoi një pol të jashtëzakonshëm përkundrejt e përkarqisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diçka që nuk është e mirë, diçka që nuk do duhet të kishte ndodhur kështu, por që fatkeqësisht kthehemi do të pas në 27 shkurt. Ajo që ka ndodhur, dhe administrata Trump gjendet përballë këtij fakti me të cilin duhet që të merret dhe të gjejë termat më të mirë për të negociuar. Fatkeqësisht unë nuk shoh që po ndodh diçka e tillë. E qartë, mund ta konsiderojmë këtë si përplasjen e parë mes aleancës NATO dhe atij brezit BRICS. Por megjithatë bashkë me këtë krizë, një tjetër duket sigur po shfaqet në horizont edhe pse jo e re. Turqia dhe Izraeli kanë shkëmbyer kërcënime, akuza, ndoshta edhe fjalë me peshë të rëndë. Ka pasur raportime në fakt se presidenti Erdogan kërcënoi Izraelin me pushtim, megjithatë mediat e fshin shpejt lajmin që qarkulloi në atë kohë pas ministri i jashtëm Hakan Fidan deklaroi zyrtarisht se Izraeli pas Iranit do të drejtoj gishtin nga Turqia për ta shënjuar si kërcënim ekzistencial dhe madje edhe për ta shpallur Turqinë një armik të Izraelit. Mund të ketë luftë mes Ankaras dhe Tel Avivit? Ajo që duhet të themi është se Izraeli po sillet në një mënyrë tepër të papërgjegjshme. Është bërë realisht faktor destabiliteti në atë rajon. Të mos harrojmë që sulmet e paprecedenta ndaj infrastrukturës civile vijojnë edhe në momentet që ne flasim në Liban. Të mos harrojmë deklaratat e eksponentëve të ndryshëm të qeverisë së Izraelit për zgjerimin e kufive të Izraelit në Libanin jugor deri në lumin Litani dhe në pjesën jugore të Sirisë. Qëllimet të cilat qartazi bien ndesh me kartën e Kombeve të Bashkuara, ku supozohet që demokracia e vetme e lindjes mesme, siç Izraeli e quan veten, do duhet të aderonte, por unë më shumë se përplasje midis Izraelit edhe Turqisë e shoh si përpjekje të Izraelit për të mos lejuar që në lindjen e mesme të faktorizohet një tjetër bosht i stabilitetit midis Turqisë, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Egjiptit, bosht i cili mund të tërhiqte aleancën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke e shmangur Izraelin nga të qenit partneri kryesor dhe i pakushte i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë e shoh pra pak më gjerë se sa thjesht shkëmbimin e deklaratave midis Turqisë edhe Izraelit. Sa i takon rastit konkret, unë nuk besoj që Turqia ka asnjë lloj qëllimi që të futet në konflikt me Izraelin në këtë moment. Turqia po luan një rol mediator shumë të mirë. Ne kemi parë dhe janë raportuar takimet dhe bisedat e ministrit jashtëm Hakan Fidan, jo vetëm me homologët e tij në rajon, por pothuajse me gjithë faktorët kryesor edhe për te i rajonit, për arritjen e një paqeje dhe një armëpushimi të qëndrueshëm. Nga ana tjetër, ajo se çfarë është raportuar në media ka rezultuar qartazi një fake news, është demontuar edhe nga presidenca turke, pra e kam fjalën për deklaratat e supozuara të presidentit Erdogan se bërë në Karabakh dhe në një rajon tjetër mund ta bëjnë dhe në Izrael, pra duke supozuar se do të ketë një inkursion turk në ushtarak ndaj Izraelit. Kjo është qartazi një fake news dhe kjo ishte raportuar në media si The Jerusalem Post dhe The Telegraph, ku media e fundit britanike e ka hequr, ndërkohë që The Jerusalem Post në këto momente që po flasim nuk e ka hequr atë si është fake news. Unë mendoj që po pavarësisht se është dukshëm fake news. Unë mendoj se edhe këto janë përpjekje të qarqeve të ndryshme izraelite padyshim të lidhura me qeverinë Netanyahu,
për ta tërhequr opinionin publik në kurthin e përplasjes midis Turqisë dhe Izraelit, pra për ta hapur një tjetër front edhe për ta zhvendosur balancën në linjën e mesme dhe për të nxjerrë një Turqi e cila nuk kërkon paqe dhe ndërmjetësim drejt armëpushimit, por kërkon luftë me Demek. Këto janë gjitha fake news. E qartë. Në fund, shkurtimisht, dua të pyes që në këtë mes të gjithë pyesin me drejtë se çfarë do të bëj Amerika apo presidenti Donald Trump nëse linda apo ashpërson edhe më tej këto shkëndija mes Turqisë dhe Izraelit. Dhe nga ana tjetër, Shqipëria çfarë do të bëj? Shiko, Shqipëria gjendet në mes të shumë zhvillimeve. Sa ka ndikim ajo se çfarë ndodh në linjën e mesme, po aq ka ndodh në rajonin ton dhe gjithashtu ka ndikim ajo se çfarë ndodh në Bashkimin Evropian dhe në Evropën më gjerë. Shqipëria, me sa di unë, nuk është se ka asnjë plan konkret përveç nga politikës së jashtme të jetë personalizuar të kryeministrit Edi Rama, i cili me rrëzimin nga pushteti të Viktor Orbanit dje në mbrëmje, ngelet i vetmi drejtues qeverie e një vendi që gjendet në kontinentin e Evropës që mban marrëdhënie të artikuluara diplomatike, jo thjesht formale, shtetërore, por tepër të afërt dhe personale me Izraelin dhe me Benjamin Netanyahu. Është i vetmi vend në Evropë dhe ndoshta ndër shumë të pakët në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit dhe ndoshta Australisë, që ka shpallur me rezolut në kuvendin e Shqipërisë Iranin shtet sponsor të terrorizmit, duke na vendosur në mënyrë të panevojshme në objektivin e regjimit problematik dhe destabilizues të Teheranit. Kështu që diplomacia personale dhe diplomacia e marrëdhënieve të artikuluara që nuk bazohen mbi strategjinë e mirëfillt shtetërore mund të prodhojë pasoja të paparashikuara. Unë nuk dua të ngjall absolutisht asnjë lloj paniku, por thjesht të bëj një pikturë të situatës ashtu siç është, dhe kam përshtypjen që të gjithë shqiptarët ose pjesa më e madhe e shqiptarëve e kanë të qartë është e aftë të bëjë Shqipëria në këtë moment, dhe çfarë aventurash diplomatike na ka futur qeveria e Shqipërisë në një moment kaq delikat. Ndërkohë që do duhet të ishim duke folur konkretisht për një zgjidhje të qëndrueshme për çështjen e naftës, rrëzimin e tregut oligopolistik të energjive, për çështjen e çmimeve, për ridimensionimin e taksave, pra çështje në të cilat lufta në linjën e mesme na prek ne drejt për drejt, ne jemi duke diskutuar për çështje taktike për të cilat nuk disponojmë as kapacitete të çështë vërteta. Kështu që Shqipëria duhet realisht të ridimensionohet në këtë pikpamje. Sa i takon presidentit Trump edhe Turqisë, unë mendoj që në këtë moment nuk kam të dhëna që do të ketë një zhvendosje, le të themi kështu, aleance. Jo, e kam fjalën që nuk kam të dhëna që do të ketë një tension që do të përshkallëzohet në mjetet të tjera midis Turqisë dhe Izraelit. Mos harrojmë që gjithçka nisi për shkak të një fake news, të një hetimi që jo, për shkak të një hetimi që nisi në Turqi në një gjykatë turke për krime kundër njerëzimit të qeverisë Izraelit për shkak të asaj flotiljes së Greta Thunberg me ndihma për gazën vitin e shkuar. Këtu nisi gjithçka, këtu nisën deklaratat kundër deklaratat, pastaj u rimorën duanit në mbledhjen e partive aziatike të Turqisë dhe u shtuan sikur kishte thënë që do të bënte sulm ndaj Izraelit, dhe pastaj ndërhyn edhe ministri i mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, e të tjerë, që do të ketë diçka më tepër se kaq. Sa i takon zhvendosjes së partneritetit strategjik në linjën e mesme nga Izraeli tek Turqia, unë mendoj që ky është një hap që administrata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta ndërmarrin, sepse vetë qorsokaku i konfliktit me Iranin
do të diktoj një zhvendosje ose një rikonfigurim të aleancave amerikane, por për momentin që flasim, nuk kemi shenja që presidenti Trump dëshiron ta zhvendos këtë lloj aleance, edhe pse ka shenja të një çarje të dukshme, të shprehur midis administratës Trump edhe qeverisë Netanyahu. E qartë. Egon, të falenderoj shumë për gjithë analizën tënde, ishte një kënaqësi që të patëm në program sonte. Të falenderoj edhe unë ty. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe